Zip që po viktimizohet e popullit. 13 vjeçare ka ikë, ai nuk e don as nona as familje. 13 vjet ka ikë për familje s'mu ka pas. Ka ikë për familje se mu po më qonë mu për gjumë i shtash. Mija keq. Le ta dëgjojmë popullin shqiptar çfarë edukat ka ajo. Shiko, neve po e dëgjojmë, thëm të drejtën, po e dëgjojmë shumë mirë edukatën e Elionës, biles madje, kush e ka ndjekur në live rreth orës 11-12 natës, Eliona ja ka palu aq bukur labit, sa që i ka thënë, nuk është se unë po viktimizojmë, je ti që tu ma përdor, duke ma përdorur këtë pjesën e humbjes së nënës time, motrës time në aksidentin që ka ndodhur, unë nuk viktimizojmë asnjëherë. Labi tha ti ndro lojën, mua nuk më tut, thjesht më vjen pak rënd sepse ato janë traumat e mia dhe ti po i përdor traumat e mia që më ka ndodhur jashtë këtu brenda në lojë. Nuk duhet kështu, i ka thënë, ti duhet ndrosh lojë sepse nuk është se po më bën keq mua, je duke nxjerr keq veten. Dhe ç'është e vërteta, ai që viktimizohet në këtë rast, sepse Labi ka sjellur një histori të familjarëve të vet, domethënë të motrës vet që është martuar me një afrikan dhe ka treguar pak a shumë se si ka qenë rrjedha e situatës të tij. Flasim për ato deklarata që janë bërë publike në Big Brother VIP Kosova 4. Eliona nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë të qaj, ta përdori, apo mos ngacmoni se kështu apo jo. Eliona ka marrë parasysh dhe madje si një vajzë e re që është, le të themi, një 18 vjeçare, por nuk them se 18 vjeçare dhe gjuna duhet ta jo, absolutisht, ajo është duke menaxhuar jashtëzakonisht mirë veten e vet, sulmet që ajo është duke i marrë kryesisht tashmë nga Labi, është duke menaxhuar jashtëzakonisht shumë mirë. Ja du shumë qetësinë, logjikën, sepse fjala e but zbut edhe gurin. Në një farë mënyre Eliona ka kërkuar ndaj Labit që mos ta vazhdoj më këtë lloj historie duke përmendur këtë pjesën e nënës, se nuk është idiotësi e madhe, është fatkeqësi që i ka ndodhur. Nuk duhet ta përzini fare, duhet merreni brenda shtëpisë, brenda atyre mureve për sa i përket pjesës të gjithë secilit nga këta. Është turp i madh se një 18 vjeçare me një 42 vjeçar erdhi muhabeti mbrëm në një ballafaqim që kanë patur në sallon në living, të betohem, nuk e di kush e ka parë nga juve. Unë e kam parë, kam ndjekur mbrëm, atje kam hedhur Insta story dhe prandaj u them duhet ndiqni Insta story se bëj çdo lloj reagimi e bëj atje në story. Ka qenë shumë e qartë dhe shumë e vendosur në atë që i ka thënë Labit. Po Labi tani nuk ka më lojë. Kartat e tij për të bërë një lojë sa më interesante janë informacionet nga jashtë, sepse një strategji të lojës nuk është strategji, ajo është një avantazh i një anshëm. Pra, ata aty brenda kanë qenë të izoluar, Labi ka parë shumë bukur pjesën e lojës tyre nga jashtë, por nuk e ka shfrytzuar se ku janë pikat e dobta. Për shembull, Edi është agravimi me njëhershëm, apo me shkurtën, ne pam dhe me shkurtën erdhi me informacione nga jashtë. Pra, në këtë moment Labi është duke përdorur lojën, kartat e informacionit nga jashtë. Por kjo nuk është se publiku e bën për vete. Mua si publik nuk më tërheq loja e tij. Mua më tërheq logjika, më tërheq ajo strategjia që krijohen brenda asaj. Çdo kush aty për shembull mund të tregoj veten në mënyrën më të mirë, të bëj lojën në mënyrën më të mirë, pa prekur familjarët. Më pëlqeu dhe Edi kur tha, shiko se unë nuk e lejoj të preken familjarët e mi, të bien familjarët e mi këtu brenda. Ose marrim rastin e Tonit, shumë bukur. Toni ka një histori aty brenda që i hyri babai e më the thash, okay, ajo mund të përdoret se futja fare u bë publike. Ajo është një pjesë e vogël që mund të përdoret për sa i përket të familjarëve që të gjithë secili aty, nëse bëhet publike dhe nëse bëhet ngjarje brenda shtëpisë. Ama me ngjarje brenda jashtë, si në këtë rast që është Eliona, duhet i vi turp Labit se nuk ka ganç, ose nuk ka ku të kapet me të dhe kërkon në një farë mënyre që t'ja bëj të vështirë ose t'ja bëj tek ne të duket ajo keq. Fundja fare e la vërtet pa gjumë mbrëm. Okej, është një stil i lojës saj shumë bukur, aty është provokim nervash, le t'i lëm pa gjumë. Aty hapet debati, hapet situata dhe kush duron, kush nuk duron letiki, por jo me informacionet nga jashtë. Pra, në një farë mënyre, mua loja që është duke bërë Labi, personalisht, mua si Andrea, duke e parë dhe duke ndjekur këtë format, nuk është duke më pëlqyer fare, po e bën në mënyrën më të pashpirt. Nëse ai do të kapet brenda dodhive që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, okej, në rregull, bravo i qoftë, por jo
me informacion nga jashtë që ka për gjithë secilin aty brenda. Më pëlqeu labi i ri, për shembull kur po këndonin këngën e Shpat Kasapit, thjesht i ran lotët, po qante, uli kokën, ama nuk foli, nuk dha ndonjë informacion nga jashtë. Pra, gjithë secili aty bëhet loja më interesante nëse shqyrtohen, nëse diskutojnë ndodhit dhe situatat që kanë aty brenda shtëpisë. Jam shumë i zgënjur nga labi me lojën që është duke bërë. Dale se harrova. Aj, ciao.